Përshëndetje për të gjithë. Mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt. Në emisionin kjo javë, takimi ynë së shtunës është në orën 17. Ka qenë një javë shumë intensive për nga zhvillimet, ka kulmuar me protestën e opozitës, ditën e premte, një protest që shkoi gjatë, rreth 4 apo 5 orë, duke nisur nga ora 18. Sikurse jemi në atmosferën e Ramazanit, gjë që do ta përcjellim edhe përmes emisionit me një intervistë që krijon shumë kuriozitet dhe kërshëri. Por në pjesën e parë do të flasim për një ngërç tatimor që ndoshta mund të ketë kaluar jo me vëmendjen e duhur për shkak të zhvillimeve, nis që prej dhjetorit me paqen fiskale, por do ta diskutoj në studio me deputeten e Partisë Demokratike zonjën Jurida Tabaku në pjesën e parë, ndërsa në pjesën e dytë një intervistë me Imam Ahmet Kalaja, shumë pyetje për t'i drejtuar mbi Ramazanin dhe mbi gjithçka që shqetëson shoqërinë shqiptare. Ndiqni se çfarë ka ndodhur në një javë me njëherë në studio më pas me zonjën Tabaku. E hënë. Socialistët prezantojnë ndryshimet ligjore që do të shpëtojnë ministrat nga pezullimi me vendim gjykate. Belinda Balluku ka kërkuar dorëheqjen 3 herë, kështu pohoi sot kryeministri Rama, që shtoi se në çdo rast e ka refuzuar kërkesën e saj. Kërkesa e SPAK për arrestimin e Ballukut, Këshilli i Mandateve, mblidhet më 23 shkurt. 18 vjet Kosovë e pavarur, Donald Trump rikonfirmon mbështetjen e SBA-s për sovranitetin e saj, Rama zhvillon takime në Prishtinë. Atentati në Rinas, kërkohet pezullimi një drejtori në AMP, punësoi në mënyrë të jashtëligjshme Muçi Shaljanin. Rrëshqitje dherash në aksin Malish-Lozhan, një vit pas përurimit, bllokohet rruga, 1.4 miliard lek. E martë. Kërkesa e gjyqtarëve për pagat, gjykata kushtetuese e pranon pjesërisht, por i lë detyrë kuvendit të bëjë ndryshime ligjore. Drejtësia të mos drejtohet nga prezumimi i fajësisë, Rama mbroni shkreun e akshit Mirlinda Karçanaj gjatë prezantimit të pasardhësit. SPAK kërkon 39 vite burg për 7 ish zyrtarët e çështjes 5D dhe shtesa me 5 vite ndalim funksionesh publike. 18 vjet Kosova e pavarur, fest dhe protestë në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s që presin dënimin në Hag. Osmani Kurtje Begaj në kuvendin e Kosovës, historia nuk mund të shkruhet pa 4 liderët e UÇK-s. E mërkur. SPAK nis hetim pasuror për Belinda Ballukun në sit edhe kompanitë që fituan tenderat që dyshohen të paracaktuar. Kreu i Komitetit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, David McAllister, deklaroi se çështja Balluku është test kritik për luftën ndaj korrupsionit. Ervin Staliani takime demokratët në Berat, kush nuk çon Partinë Demokratike në fitore të jap dorëheqjen. Jam i pafajshëm në çdo akuzë, fjala e fundit e Hashim Thaçit në Hag, rrezikova jetën për lirinë e Kosovës. Gjykata kushtetuese rihap çështjen e Arben Frokut dhe e lë sërish në burg për jetë. E njëjtë. Themelohet bordi i paqes në Washington, të pranishëm kryeministri Rama dhe presidentja e Kosovës. Në fjalën e tij, presidenti Trump theksoi se lufta kushton më shumë se sa të bësh paqe. Trump përgëzon presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, po bën punë të shkëlqyer, një mesazh për Kosovën dhe Serbinë, po patët problem, më telefononi. Rama në bordin e paqes mbron Thaçin, i kërkon presidentit Trump të bëjë diçka që e keqja të mos ndodhë sërish. Raporti PS për Shqipërinë, korrupsioni dhe mungesa e ligjit frenojnë rrugën e vendit drejt Bashkimit Evropian. Përplasje majorancë opozit në kuvend për çështjen Balluku dhe ndryshimet ligjore të iniciuara nga socialistët. Agjencia Reuters shkruan, akuzat ndaj Ballukut kanë vënë në provë qeverinë Rama dhe rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Deputeti socialist Erion Braçe paralajmëron padi penale ndaj drejtorisë së tatimeve për mosdhënie informacioni.
I doli emri në dosjet Epstein, arrestohet vëllai i mbretit Charles, ish princi i Mbretërisë së Bashkuar Andrew. E premte. Vendi ndodhet në një pikë vërtet kritike. Ambasadori i BE-s, Silvio Gonzato, deklaroi në një intervistë se sulmet ndaj SPAK-ut duhet të ndalojnë. Kompania Kajo po grabit pronat në Kodër Babru, Partia Demokratike, fabrik municionesh pranë banesave. Mbarova ditët e qëndrimit në qeli, apeli i GKK-s rrëzon kërkesën e Jurgis Qyrbjas për lirimin nga burgu. Rrjeti investigativ BIRN shkruan se numri i lartë i kryebashkiakëve në akuzë ka ekspozuar degradimin e pushtetit vendor. Presidenti Trump premton publikimin e dosjeve për alienët dhe UFO-t, pasi sipas tij kanë interes të lartë publik. Një vështrim i shpejt për të gjitha ngjarjet që ju pat që presë hënës nderuar shikues e përmenda edhe në nisjet e emisionit për shkak të shumë dinamikave që kemi ndjekur drejt për drejt në News 24 dhe ngjarjeve këtë të shtunë dua ta ndal vëmendjen tek një informacion apo le të themi një ngërç që është krijuar dhe nuk është se po ka tepër vëmendje. Nis që me paqen fiskale në muajin dhjetor. Deri këtu shumë në rregull, por çfarë ka ndodhur më pas? Çfarë dhe si po zbatohet? Ku është ngërçi? Me këto tani bisedën me deputeten e Partisë Demokratike, zonjën Jorida Tabaku. Mirë se erdhë zonja Tabaku në studio. Përshëndetje Nisida, faleminderit. Ashtu siç e thënë, një javë shumë intensive. Dhe shtuna ndoshta është e familjes, po me tyr gjithmonë kënaqësi. Unë dua vetëm një sekond për të uruar të gjithë besimtarët musliman. Ka nisur muaji i madhërisëm i Ramazanit, dua t'ju uroj agjërim të lehtë të mbar, edhe Zoti ja bëv dritë jo vetëm tyre, por gjithë shqiptarëve. Faleminderit Jorida, ndërkohë që një pyetje direkte dhe që lidhet me paqen fiskale, sepse ne do të flasim, ke patur në seanca plenare diskutime të forta, debat me dy ministra, por për ta kuptuar dhe gjithë ata që na ndjekin apo për gjithë ata që është krijuar ngërçi. Qeveria ka miratuar këtë paqe fiskale si një instrument për të stabilizuar marrëdhënien me biznesin. Dakor, është një nisëm për të vlerësuar, por çfarë nuk po shkon me të? Ku ka ngesur? Akte nënligjore që nuk janë bërë transparente. Çfarë është kjo paqe fiskale? Shikoni Sida, unë në fakt e kam kundërshtuar paqen fiskale dhe kam kundërshtuar edhe shlyerjen e gjobave për një arsye të thjeshtë, për arsyen se tatimet janë përdorur si një armë ndaj biznesit. Tatimet janë përdorur për presione ndaj biznesit dhe ndodhemi në një situatë ku ka shumë biznese, janë pothuajse mbi 2 miliardë euro gjoba të tatimeve, por kjo edhe ka matë vonesa, të cilat janë si lak në fytyn e biznesit. Dhe ti mbasi ke përdorur gjobat, mbasi ke vendosur atyre në mënyrë abuzive presionin e tatimeve, tashmë i fal ato. Por falja duhet shoqërohet edhe me zbatimin e tyre dhe ne ndodhemi në momentin kur kjo nuk po ndodh. Pikërisht dhe është gjithmonë pyetja, është reale kjo apo është komplet e maskuar? Tani shqetësimi im lidhet sigurisht me amnistin fiskale, lidhet me rivlerësimin e pasurive, lidhet me shumë ligje tjera. Çfarë bën qeveria shqiptare? Qeveria shqiptare miraton një iniciativë dhe lë atë aty në ajër pa zbatuar aktet nënligjore. Në këtë rast vendimet e Këshillit të Ministrave, sepse legjislacioni është i paplot nëse ai nuk mund zbatohet. Çfarë po ndodh me rivlerësimin? Është miratuar rivlerësimi, mbas 4 viteve që i premtonin bizneseve do kaloj, dhe nuk janë aktet nënligjore për ta zbatuar. Po kjo ka pezulluar një sektor të tërë. Njëjtë me paqen fiskale, e kanë miratuar paqen fiskale, mbasi i kanë detyruar këto 60% këtyre bizneseve, janë 200.000 biznese që kanë pas gjoba. I kanë detyruar 60% bizneseve dhe të falimentojnë, se prej gjoba dhe presionit tatime ka pasur biznese dhe që kanë falimentuar. Dhe tani detyrohen këto biznese që të rinë të presin me ditë çfarë po ndodh. Kjo krijon ngërç në ekonomi, kjo krijon edhe pesimizëm, kjo krijon edhe presion mbi biznesin për aktivitetin e përditshëm, pasiguri për bizneset, sepse sjellje e tillë abuzive sigurisht që vendos një pikpyetje të madhe mbi profesionalizmin. Këtu duat ndalem pak tek sjellja abuzive, tek ta ashtu quajturat favorizime që janë gjithmonë, tek pasiguria, frika që krijohet. Çfarë po ndodh me fjalë të thjeshta që ta kuptojmë të gjithë? Tani,
ju besoj keni dijeni të debateve që ne kemi pasur në parlament për ekonominë në përgjithësi, për faktin që sot tatimet janë duke dështuar në disa drejtime, ne po diskutojmë këtu për paqen fiskale, por të mos harrojmë që të gjithë bizneset kanë 2 muaj që nuk i punon sistemi self-care. Të gjithë profesionistë e lirë sot nuk gjenerojnë dot një faturë. Është një institucion i cili përveç interesave që mua më vjen keq të them që janë atje dhe mbizotërojnë atje, që nuk po e lënë biznesin të lirë, është përdorur edhe për presione. Ne vjet kemi ngritur, dhe në fakt nuk ka qenë një shqetësim i opozitës, po është ngritur nga Këshilli i Evropës tek reporterët rastin e News 24 kur tatimet janë përdorur për presion edhe mbi media, janë përdorur për presion mbi biznesin e ndershëm. Ndërkohë që ti ke një ekonomi informale që sot operon në Shqipëri. Dhe unë e kam quajtur këtë dhënë seancën e parlamentit ekonomia e pakicës, sepse ndërkohë shumica e bizneseve përjeton këtë situatë pasigurie. Tani një biznes që pret një ligj për të miratuar, në këtë rast rivlerësimi ose paqja fiskale, i cili pret disa akte nënligjore që ta zbatojë, që ndoshta mund të jetë i mbyllur, nuk ka aktivitet, çfarë do të bëjë në këtë amulli? Kuptoj, sa të rëndësishme janë këto aktet nënligjore dhe transparenca që ato prodhojnë, dhe në rastin që po flasim? Në momentin kur u miratua paqja fiskale dhe ankesa kryesore që unë kam pasur, përveç faktit që tatimet kanë qenë shumë represiv mbi bizneset, ka qenë edhe transparenca. Dhe ne kërkuam në ligj që tatimet duhet të jenë transparente për sa i përket listës përfituesve. Dhe çfarë ndodh, për të dhënë një shembull konkret që të kuptojmë më mirë, çfarë ndodh me këtë pjesë? Neve duam të dimë se kush përfitojnë, sepse amnistia fiskale nuk mund të jetë një ligj i preferuar për disa kompani afër qeverisë. Duhet të ketë një listë të plotë, të publikuar, transparente, të gjobave që kanë marrë bizneset, të tatimeve që duhet kishin paguar dhe të faljes. Sepse nëse amnistia fiskale është një mjet preferencial për disa biznese, atëherë kthehet në një mjet selektiv dhe e pengon konkurrencën në ekonomi. Dhe ne kërkuam që kjo të publikohej, ne kërkuam që të informojë parlamenti për aktet nënligjore. Aktet nënligjore duhet ishin miratuar menjëherë dhe po e përsëris që nuk është një rast i izoluar, kjo ndodh me çdo lloj ligji, që nga ligji i shërbimit social, të dhënat personale tek pjesa e ekonomisë. Dhe aktet nënligjore janë themelore sepse përcaktojnë mënyrën se si do të merren vendimet, cilët biznese përfitojnë. A ka aty biznese të cilët mund të jenë objekte hetimi, subjekte hetimi nga SPAK-u, a ka aty biznese të cilët marrin koncesione të qeverisë, sepse nuk mund të jetë paqja fiskale favor për kompanitë të cilët janë afër qeverisë. Por nëse zbatohet një ligj, ndoshta këtu është ai elementi që mund t'ingëllojë apo rezulton e maskuar kjo paqja fiskale, jo për qëllimi për cilën është krijuar, dhe rëndon, detyrimisht rëndon mbi biznese. Ky ka qenë edhe kundërshtia kryesore, jo vetëm me të djathtëve në fakt, po edhe të majtëve. Fatkeqësisht sot parlamenti është duke u përdorur në mënyrë selektive për ligje të cilët favorizojnë një grup shumë të vogël. Dhe fakti që në ligj nuk është përcaktuar transparenca, lista e plot e gjithë kompanive që do përfitojnë, modalitetet, e bën ligjin shumë selektiv dhe vendos një pikpyetje shumë të madhe se kush janë përfitues të vërtet. Kush do të përfitojë nga paqja fiskale nëse nuk ka transparencë? Dhe të them të drejtën, kjo ka qenë një nga kundërshtitë mia më të mëdha, sepse frika është që ky ligj përdoret në mënyrë abuzive për klientë afër qeverisë. Këto kontrollet fiskale që nuk janë të njëjtë për të gjithë, se duhet qëndroj pak këtu. Si veprohet dhe si mund të tingëllojë që për disa biznese që janë të favorizuar edhe pranë qeverisë ndodh krejt ndryshe, falje, amnisti, ndërsa për disa të tjera që nuk kanë të linjë, ndodh komplet e kundërta, goditen pa mëshirë. Shikom, ne jemi ngritur shqetësimin e kontrolleve tatimore dhe fiskale në shumë raste, sepse përdoren në mënyrë abuzive dhe si mjet kundër biznesit. Më ka rastisur shumë bizneset të vogla të cilët e kanë ngritur këtë si shqetësim, bizneset mesme. Unë jam duke shkuar në këtë kohë në prodhimin fason, të cilët më thonë që na vinë tatimet për kontrolle në mënyrë abuzive. Nuk ka një historik të kompanive të cilët kanë qenë korrekt, kryen punën e tyre dhe normalisht kontrolli tatimor nuk ka si të jetë një mjet për të paguar taksat, po duhet të jetë si një mjet në ato biznese që dështojnë që zbatojnë ligjin. Ti e kuptojnë që këto i shkojnë fermerit në fshat për kontroll tatimor. Shumë kolegë dhe të majtë kanë ngritur këtë në parlament. Unë dua ta ndjekim një moment, është zoti Braçën, në fakt, e ndjekim pak, ka ngritur zërin në parlament pikërisht për tatimet. Kam një seri kërkesash për marrje informacioni. Një pjesë ja kanë bërë dhe juve tani për djeni. Për t'ju thënë
që pasi është te i kaluar e zauruar çdo lloj afati me drejtorinë e tatimeve dhe me institucionet tjera, AKU, ISU dhe tjerë me radhë, tani do të shkojmë drejt kallëzimit penal për të marrë një informacion që është legjitim dhe që nuk përbën absolutisht të dhënë konfidenciale. Dhe nëse është, përgjegjësia për konfidencialitetin është e imja, si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Ndërkohë që s'kam kërkuar asgjë përveç se një listë me emrat e kompanive që janë kontrolluar në kuadër të sigurisë ushqimore apo të operacionit kundër informalitetit. Konfidenciale. Jash për zoti Braçe me tatimet, apo jo? Dhe nuk është era parë, në fakt, e ka ngritur në mënyrë të vijueshme, por ndoshta ajo gjithmonë puna e deputetëve bëhet mediatike. Ne para disa kohësh kemi diskutuar rastin kur tatimorët kishin shkuar në një fermë baxho të vogël në fshat familjare dhe kishin ushtruar kontroll tatimor, kishin vendosur gjoba për prodhimin e gjizës. Ndërkohë që ke një sektor të tërë që është sektori ndërtimit, që ti ke informale, ke një ekonomi të zezë, që praktikisht sot rritja ekonomike e vendit që vjen nga ndërtimi, e ke një pikpyetje të madhe dhe tatimet nuk ushtrojnë atje kontroll, sepse ato janë të mëdhenj, se ato marrin favore, por tatimet e ushtrojnë kontrollin tek fermeri në fshat. Dua të ndaloj një sekond këtu, sepse më bëri përshtypje pjesa e informalitetit, aksioneve informalitetit qeverisë. E ka përmendur zoti Braçe edhe në emision herën e kaluar. Çfarë ka ndodhur me aksionet e qeverisë për informalitetin? Sa herë që këto dalin në aksion, aq më shumë rritet informaliteti. Çfarë do të thotë kjo? Sa më shumë që ushtrojnë ato presion mbi biznesin, aq më shumë i detyrojnë bizneset që ose të jenë informal, ose të mbyllen, dhe këtë e ka sjellë sistemi taksave që ka ngritur kjo qeveri. Ne kemi diskutuar këtu bashkë Nisita që taksa progresive dhe rritja e taksave deri në 23% për individin dhe deri në 15% për biznesin e ka krijuar këtë. I ka detyruar bizneset që të operojnë në këtë mënyrë. 8 aksione anti-informalitet ka ndërmarrë qeveria shqiptare në këto 12 vite. 8 aksione. Po tani e kupton që në këto 8 aksione sa biznese janë mbyllur, sa gjoba janë vënë, sa biznese kanë dalë jashtë tregut. Kur po të them që pjesa e bizneseve që duhet përfitonin ishin 201.000 biznese, në mos gaboj, e amnistisë fiskale 60% prej tyre kishin dalë nga tregu, tani e kupton dëmin që shkakton kjo ekonomisë. Qartë. Por, për ta kthyer edhe një herë vëmendjen pjesa e gjobave, tatimet, kontrollet intensive, sa paradoksale tingëllon që ndërkohë që kemi një paqe fiskale, vijohen të mbyten me gjoba bizneset nga administrata tatimore, është paradoks apo jo? Kjo ka qenë dhe frika ime kur u miratua ligji i paqes fiskale, që e përdorin gjobën si një instrument për biznesin, ndërkohë që parimet e mia janë për një ekonomi të lirë tregu, për një biznes i cili ndoshta mund të ketë një normë takse pak më të ulët, por e paguan atë vetë me dëshirë, se unë zbesoj që ka biznes që do të ketë së pari shtetin mbi shtëpinë dhe së dyti të mos të operojë në mënyrë formale. Është qeveria që me këtë presion ka detyruar këtë klim për biznesin. Është paradoks sepse paqja fiskale në këtë moment është përdorur si mjet presioni dhe po vazhdon. Tani nëse ti vazhdon dhe i vendos gjoba biznesit, pastaj do të thuash do bëj një paqe tjetër mbas një viti dhe kjo është selektiviteti. Dhe gjoba intensive ku dhe pikërisht si mund të ngrihet koka. Dhe pikërisht ky është selektiviteti mbi biznesin. Tani, a ndodh kjo mbi të gjithë sektorët? Kjo nuk ndodh me të gjithë sektorët. Kjo ndodh në mënyrë të favorizuar. Ne kemi ngritur shqetësimin në mënyrë të vazhdueshme për disa sektorë specifik ku qeveria ka dashur të ushtrojë kontroll dhe ndoshta edhe prej faktit që unë ndjek pjesën e mjeteve të informimit, medias dhe drejtave të njerëzit, sektori i mediave ka qenë një i tillë, po ka pasur dhe sektor bujqësia që ka vuajtur shumë gjobat edhe pjesën represive të tatimeve. Ne kemi pasur një bujqësinë Nisita që kishte 20% produktit brendshëm bruto dhe sot e kanë degraduar në 16%. Sepse taksat e gabuara, politikat e gabuara, presioni i gabuar, po e detyrojnë që atë që ka avantazh Shqipëria sot të humbi dhe dal nga tregu. Por a ka një proporcionalitet në mendimin tim mes shkeljeve dhe gjobave? Të gjitha rastet, dhe unë po të marrë në mënyrë absolute të gjitha rastet, të ligjeve, për gjobat janë jo proporcionale edhe sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Ne kemi miratuar një ligj për dhënat personale dhe kanë vendosur gjoba deri në 10 milion lek për bizneset, për dhënat personale. Një ligj për mjedisin që shoqërohet me gjoba deri në 10 milion lek. Një ligj për tatimet me gjoba deri në 10 milion lek. Pra, këto po e përdorin gjobën si një instrument frike dhe presioni, që nga dhënat personale tek mjedisi, tek ekonomia, të cilat janë shqetësime të
të vazhdueshme të bizneseve, janë shqetësime të vazhdueshme të qytetarëve, po janë edhe standarde minimale të drejtave të njerëzit. Tani ti nuk mund të shkosh tek një biznes dhe ti thuash nuk ke një punonjës për të dhënat personale, për të koordinuar dhe për të ruajtur dhënat personale, një biznesi që sapo kemi miratuar ligjin, pakte nënligjore dhe të vendosësh një job 10.000 euro. Kjo është jo proporcionale sipas çdo standardi. Dhe fatkeqësia është që gjoba po kthehet si një mjet, si një instrument i zakonshëm i ekonomisë shqiptare. Nuk mbahet buxheti i shtetit me gjoba. Buxheti i shtetit mbahet me taksat paguara rregullisht nga bizneset e ndershme, nga një klim biznesi e ndershme, e cila e favorizon ekonominë. Fryma e represionit për mua vetëm e mbyt ekonominë. Patjetër, por çfarë modeli qeverie është ky, ku në fakt ligjet miratohen, aktet zbatuese mungojnë dhe detyrimisht krijohet pasiguria totale. Ne po diskutojmë rastin e paqes fiskale, në fakt. Unë përmenda pak rivlerësimin, që është po e njëjta situatë edhe në rivlerësimin e pasurive, dhe është me pasoja të mëdha për ekonominë shqiptare. Domethënë, këtu po flasim për një sjellje e cila ka pasoja në ekonomi. Diskutova pak më përpara rastin e të gjithë sistemeve të qeverisë që kanë rënë për 2 muaj, të profesionistë të lirë nuk gjenerojnë dot një faturë, sistemi self-care sot është në kolaps. Dhe edhe kjo është me pasoja për ekonominë dhe për biznesin. Më thënë, unë nuk di se çfarë fjalet i vë papërgjegjshmëri, arrogancë, korrupsion, jam e dyzuar në fakt se çfarë fjalet i vë. Po që një ekonomi të heci përpara nuk është kjo mënyra. Nuk është presioni mënyra. Nuk është presioni as në fusha e në sektor të tjerë mënyra se si të mbahet njerëzit, bizneset në kontroll. Dhe nëse vijohet kështu, çfarë ndodh? Sepse me sa duket, qeveria nuk është se ka një reflektim, apo jo? Shiko, shqetësimi që kemi ngritur për modelin ekonomik lidhet edhe pikërisht me këtë që neve po diskutojmë. Fatkeqësisht, ekonomia shqiptare nuk ka një model ekonomik që të prodhojë sot, që të jetë produktive, që të tërheqë investimet huaja. Dhe paketa fiskale dhe ligjet fiskale janë problemi kryesor. Organet e zbatimit të ligjit, që nga tatimet, tek dogana, tek pronat, tek institucionet e forta, dhe kjo i bën një dëm shumë të madh ekonomisë. I bën dëm për pasigurinë e të ardhmes, i bën dëm për investimet, po i bën dëm edhe për mbarvajtjen e biznesit. Dhe ky model ekonomik i presionit nuk mund të vazhdojë për shumë kohë, sepse biznesi do duroj dhe ka 2 alternativa. Ose mund të falimentojë dhe dal nga tregu e t'i hedhin rrugë punonjësit, siç po ndodh me fasonat, me një sektor që nga 175.000 punonjës sot po ulet ditë për ditë më shumë, edhe eksportet po ndikohen nga kjo, nga produktet made in Albania, ose do detyrohen pastaj të operojnë në mënyrë informale. Nuk ka zgjidhje biznesi. Unë nuk arrit dot që ta kuptoj se si mundet qeveria të mendojë që është e fortë me një biznes dobët. Një qeveri është e fortë nëse janë të fortë qytetarët, nëse është i fortë biznesi, nëse janë të forta investimet. Por një qeveri që përpiqet të kontrollojë, që nga gjoba mbi biznesin deri tek media, tregon që është dobësi, nuk është forcë. E kuptoj. Pse tatimet mbeten gjithmonë një sektor shumë i korruptuar, një sektor që gjithmonë ka shigjetime edhe nga vetë qytetarët, të cilët e dinë dhe e rankojnë si të tillë. Përtej gjithë çkaje që ne po flasim, dhe pse kjo nuk bën përshtypje tek qeverisja? Shiko, ne kemi kaluar në një nivel korrupsioni ku nga i korrupsioni vogël i xhepit, i pagesave të vogla që mund të bënin qytetarët, tani kemi kaluar në një nivel të lartë korrupsioni, që kalon me ligje. Ne po diskutojmë këtu një sër ligjesh të cilët janë abuzive. Dhe mua më vjen keq që shumë institucione ligj zbatuese janë në pararoj të kësaj. Dhe kur diskutojmë për Shqipërinë europiane, shqetësimi im është pikërisht ky. Si mundet me institucionet tilla, kur ne flasim gjithë ditën për luftën ndaj korrupsionit, tek hipoteka, tek organet të cilët lidhen me biznesin, doganat tatime, tek institucione që duhet patjetër të siguronin atje të kundajen fondet e bujqësisë të IPARD-it, tek organet që duhet të siguronin patjetër transparencën maksimale, standarde maksimale, ne kemi këtë lloj sjellje. Unë kam ngritur shqetësim vazhdimisht për represionin ndaj biznesit në këtë drejtim, por tashmë në momentin kur ne flasim për arritjen e disa standarde të Bashkimit Evropian, ku ne do fillojmë ligjet e tatimeve, doganave, të hipotekave, të sektorit bankar, ti përafrojmë BE-n. Ky proces nuk është vetëm një listë ligjesh të miratuara. Ky proces është standardet zbatuara dhe këto institucione ne qartësisht i shohim që nuk i kanë standardet. Qartë. Pra, shkurt, penalitetet dhe gjobat, sidomos në formë intensive tek një biznes, si përkthehen?
Përkthehen Se vetëm si mjet korrigjimi jo. Përkthehen si presion mbi ekonominë, përkthehen në bizneset mbyllura, përkthehen në më pak taksa, përkthehen edhe në një klim biznesi që nuk është favorizuese. Ekonomia shqiptare nuk mund të mbahet me ndërtimin. Ne nuk jemi ekonomi llaçe dhe tullash. Ekonomia shqiptare duhet mbahet patjetër nga ato bizneset të cilët kanë të punësuar, nga ato bizneset të cilët prodhojnë, nga ato bizneset të cilët eksportojnë jashtë, nga ato biznese të cilët e kanë mbajtur shtyllat kryesore të ekonomisë deri më sot. Sigurisht që ne duhet ta rishikojmë sepse bota ndryshon, ekonomia ndryshon, trendet ndryshojnë dhe këto nuk janë gjithmonë të njëjta, por ne duhet patjetër të sigurohemi që Shqipëria të ketë një ekonomi e cila nuk ka nevojë për presion për të ecur përpara. Të ndërtojmë një model ekonomik që ta lëm biznesin të paguajë qetë taksat, të plotësojë detyrimet me shtetin, sepse asnjëherë s'ke për të dëgjuar që të inkurajojë sjellje mos pagimi taksash, po kjo është një rrugë dyshe. Kjo është një bashkëpunim midis shtetit dhe biznesit. Kjo është një bashkëpunim midis atyre që i paguajnë taksat dhe atyre që kanë për detyrë që të zbatojnë këtë legjislacion. Pra, unë besoj që kemi nevojë të ushtrojmë presion për transparencë, kemi nevojë që të marrim informacion dhe kemi nevojë që biznesin ta trajtojmë të gjithë të njëjtë. Jo të pakicës e të shumicës. Pakica vuan pasojat, shumica paguan taksat. E qartë. Duke kaluar tek politika fiskale më e gjerë tani, a ka sot Shqipëria një strategji, kam fjalën këtu një strategji të qartë për të mbështetur prodhimin në vend? As opozita ka propozuar masa konkrete, siç është për shembull ulja e akcizës për prodhimin artizanat made in Albania, por sigurisht këto janë rrëzuar. Pse ndodh kjo? Kam ngritur me shqetësim kohët e fundit produktin made in Albania duke parë edhe tendencën që kanë eksportet shqiptare. Tendenca e eksporteve shqiptare sot është treguesi më i mirë se si shiten produktet shqiptare. Kjo po ndodh në bujqësi, po ndodh te prodhimi fason, po ndodh njëkohësisht edhe te produktet e vogla artizanale. Në seancën e kaluar në parlament kisha propozuar një ndryshim për bizneset e vogla të birës artizanale, që janë një numër shumë i vogël prodhuesish, të cilët fatkeqësisht nuk po eksportojnë dot, nuk po shesin dot më produktin e tyre. E njëjta gjë ndodh edhe me bizneset tjera të vogla që prodhojnë produkte karakteristike të shpirtit, të frymës të Shqipërisë, sepse janë të mbi ngarkuara me taksa të larta. Bujqësia ka një TVSH shumë të lartë, nuk ka kompensim. Biznesi fason paguan taks për inputet në dogan, ndërkohë që në Kosovë nuk paguhet. Pra ka politikat gabuara taksash, ka zhvlerësimin e euros që ka sjellë pasoja katastrofale dhe ka një qeveri e cila fatkeqësisht nuk po arrin dot që të mbështesë një sektor i cili duhet prodhonte për Shqipërinë dhe për ekonominë. Dhe si rezultat i këtyre faktorëve produkti made in Albania është duke vdekur. Domethënë është ironi shumë e madhe të bësh një debat në parlament për këtë çështje, dëgjosh përfaqësues të qeverisë që thonë vitin tjetër ne do bëjmë një ligj për produktet made in Albania. Po bizneset po falimentojnë sot, për çfarë duhet viti tjetër ligji? Kam qenë në biznese fason të cilët nga 500 punonjës kanë pasur 100 punonjës, nga 120 kishte 30 një biznes ku shkruaj made in Albania, po a kanë krenari këto apo jo kur e shohin një produkt made in Albania e ta mbështesin, ta promovojnë, ta nxisin. Këtu duhet të punojmë çdo ditë, tek modeli ekonomik që prodhon Shqip, që fatkeqësisht kjo sot është duke u zvetnuar dhe duke u shkatruar çdo ditë më shumë. Në nisjet e emisionit unë ju referova edhe seancës ku ju patët diskutime debate me dy ministrat, por duhet ndajmë një tjetër pikë ku ju folët për një diktaturë të korrupsionit, e cekët edhe pak më parë, dhe a lidhet kjo me mënyrën se si funksionon sistemi ekonomik dhe fiskal. Parë në përsëritje për ta koncentruar për një perceptim, zonja Tabaku, të dyfish të ligjit, ku disa ndëshkohen dhe disa mbrohen. Shikoni Sida, ka forma të ndryshme diktatura, edhe në fakt mbrëm në protest kur ju adresova qytetarëve i thash, ndoshta kemi pasur një diktaturë para 35 vitesh për izolimin, për fjalën e lirë, për lirinë ekonomike, për lirinë e individit, po sot ndodhem në një diktaturë të korrupsionit, për një ekonomi e cila ka një pikpyetje të madhe për kë punon. Për kë punon sot ekonomia shqiptare? A punon për shtresën e mesme? A punon për fermerin? Punon për biznesin e ndershëm? Kjo është përgjigja, nëse përgjigja nga çdo qytetar që ti takon thuhet që jo, ekonomia nuk po punon për mua, nuk po punon për xhepin e atyre që sot duhet ishin shtylla promotori i ekonomisë shqiptare, atëherë pikpyetja është që
po krijohet kjo situatë e tillë dhe po krijohet një sektor i favorizuar me ligje që vinë që mbështesin korrupsionin, me sektor të veçantë që mbështeten me ligje speciale. Kjo është diktatura e korrupsionit. Me paratë e korrupsionit më pas blihet zgjedhjet, me paratë e korrupsionit heshtet media, me paratë e korrupsionit ushtrohet presion mbi qytetarët. Kjo është diktatura e korrupsionit. Dhe kundër kësaj ne duhet luftojmë. Kundër kësaj, unë e di që fjala e korrupsionit ndoshta e ka humbur edhe pak vlerën, sepse është përdorur rëndom. Po në këtë moment më shumë se kur ne duhet kemi ndërgjegjësim. Sepse sot shohim që korrupsioni ka arritur në nivelet më të larta në qeveri. Ka arritur në hetimet të niveleve të cilët e kanë kryer korrupsionin haptazi edhe të provuar tashmë. Dhe kjo diktaturë korrupsioni besoj që duhet ngrej në këmbë të madhe të vogël. Tani, në raport me integrimin në Bashkimin Evropian, që qeveria triumfon aq shumë, që nuk ka ditë, që nuk përmendet, dhe pikërisht a merret apo a mund të konsiderohet sondimi i ligjit i plot kur ekziston pasiguria fiskale, kur interpretimi diskrecional i rregullave, pra a është barazia përpara ligjit edhe çështja e administrimit tatimor pikërisht për këtë që për pjesën e integrimit evropian? Ne kemi diskutuar edhe me përfaqësuesit e Parlamentit Evropian që ishin këtu në Tiranë për zbatimin e ligjit dhe për barazinë para ligjit. Sigurisht jo në aspektin e tatimeve, atë aspekti i tatimeve është një nga fushat që prek qytetarët dhe është aty është real edhe barazia para ligjit kur ti shkon përpara institucionit dhe ti e shikon që dikush që abuzon mbështetet, ndihmohet dhe dikush që është korrekt dënohet edhe gjobitet, sigurisht që kjo është një sjellje që e vuan çdo qytetar çdo ditë. Por edhe në kuadrin e procesit të integrimit ne kemi diskutuar për sa i përket barazisë para ligjit, për sa i përket zbatimit ligjit edhe në luftën ndaj korrupsionit. Dhe shqetësimi kryesor që u ngrit edhe nga përfaqësuesi kryetari i Komisionit Jashtëm Parlamentit Evropian ishte pikërisht ky, që ligji duhet jetë i barabartë për të gjithë. Nuk ka një ligj të mirë për kundërshtarin dhe një ligj të keq për mua. Nuk ka një ligj të mirë për biznesin e vogël dhe një ligj të keq për sektorin e ndërtimit. Nuk ka një ligj të mirë për pakicën e qytetarëve, për ato që marrin për ato që marrin koncesione, një ligj të keq për tatim paguesit. Pra, duhet që të kemi barazi para ligjit, të gjithë duhet jenë barabartë para ligjit dhe është një kriter kyç zbatimi i ligjit, zbatimi i ligjit ashtu siç ai është hartuar, besoj që është një nga çështjet kryesore, që ne kemi diskutuar këtë javë dhe unë besoj që do jetë në fokus edhe javës së ardhshme me diskutimet që do ketë në parlament. Çfarë prodhoi ai debati, diskutimi me dy ministrat, zëra Tabaku? Në seancë, financave, ekonomisë. Shiko, mua më kujtohet që në vitin 2013-2014 unë debatoja me ish profesorin tim Shkëlqim Cani. Edhe diskutonim për papunësim, për ekonomin, për taksën progresive. Në atë kohë patëm një debat shumë tashpër sepse qeveria donte tipte me koncesion mbledhjen e TVSH-s, një kompanie. Po diskutoje në nivel profesional, me një grup profesional. Ndërkohë që sot ndodhesh pa fjalë kur ke një ministër ekonomie që thot ku bën një bisedë sikur jemi tek kafe lagjes. Është ul papunësia, është ngrit GDP-ja, është bërë kjo, është po konkretisht sa, hajde flasim konkretisht. Jemi ekonomistë në profesion. Mua më vjen keq që në politikë është zvetnuar pak edhe forca e fjalës edhe përfaqësimit. Edhe është një parlament që nuk e prodhon atë debatin parlamentar që njerëzit presin që shohin edhe me shpresë të drejtën funditës. Por sa arrogancë ka nga ana e mazhorancës për gjitha këto që folëm deri tani, kur diskutohen qoftë edhe në foltoren e kuvendit apo edhe kur nga vetë brenda tyre, siç ishte rasti i zotit Braçe, ngrihet zëri për pasiguri të tilla, për keq përdorim të gjithçkaje. Unë jam një deputete që jam për pak kohë në parlament dhe mund ta bëj krahasimin nga një mandat ke tjetri. Kam pas fatin, përgjegjësinë në fakt dhe privilegjin, sepse privilegj është që të jem përfaqësuese e qytetarëve të Tiranës për disa legjislatura. Por nuk më ka ndodhur asnjëherë që të propozoj ligje, të cilat thuan, dhe unë kisha 2 ligje për akcizën edhe për statusin e minatorit, që të dëgjosh po janë ligje të mira, po ne do i votojmë kundër. Domethënë ke përballë një grup njerëzish të cilët nuk mendojnë më për qytetarin, por sistemi zgjedhor i tillë i ka orientuar ato drejt linjës politike dhe të mos kesh më një debat përmbajsor, sepse në fund të ditës unë jam në opozitë, por
Kur shoh diçka të mirë që shkon, them prit se kjo gjëja mund t'ja vlej. Hajde të shohim këtë propozim që ka bërë qeveria, mos ta kundërshtojmë, po ta shohim me një sy kritik si ta përmirësojmë. Dhe kjo gjë i mungon parlamentit, është një arrogancë e jashtëzakonshme. Tani, në 12 vite të propozosh mbi 15 ligje, ku ka pasur ligje të cilat qeveria i ka marrë, i ka kopjuar dhe të ndodhesh përpara një dileme të tillë që në 4 të mëngjesit me një seancë që vazhdon mbi 20 orë, me një debat i cili jo gjithmonë është në cilësinë më të mirë, të mos t'i ofrosh asgjë qytetarëve, kjo është pastaj arrogancë e kartonëve. E qartë. Një tjetër element keni propozuar heqjen e sigurimeve për nënat që kujdesen për fëmijë me sindromën Down dhe me spektrin e autizmit. Çfarë tregon refuzimi për këtë? është një fushë e re për mua, me cilën të them të drejtën jam përpallur për herë të parë, pak muaj më parë, gjatë fushatës elektorale, ku shumë zonja, gra, nëna, vajza, megjithëse ushtrojnë kujdes ndaj fëmijëve të spektrit autik dhe me sindromën Down, nuk kanë nesër siguri që të marrë një pension, sepse nuk i llogariten si ditë pune. Lëre pagesën tani, po të paktën edhe sigurimet shoqërore të paguara për të marrë të drejtën e pensionit. Dhe është një fushë të cilën, të them të drejtën, unë duaj që ta mbështes edhe për historive që kam dëgjuar gjatë kësaj fushate elektorale. Dhe bisedoj me kolegët socialistë që më thonë është një gjë shumë e mirë, që hajde të hapim një diskutim dhe pas një kompleksi kam thënë që e heq emrin, se nuk ka asnjë diskutim, edhe ke statusin minatorit, e heq unë emrin. Nuk dua unë që t'jetë me emrin tim, po hajde ta bëjmë diçka të mirë, sepse janë disa grupe që me vërtet kanë nevojë për mbështetjen e politikës. Deri tani kam hasur hezitim. Unë do të filloj javës tjetër debatin publik për këtë, kam ftuar të gjithë organizatat e shoqërisë civile, dua ta konsideroj edhe si një kontribut, duke qenë se në mars është dhe muaj gruas. Është muaj ku ne flasim për gratë, ku i themi që i mbështesim kaq shumë gratë, ku kujtohemi në 8 mars për gratë, po kjo është mbështetja për vajzat e për gratë. Sa herë që ke mundësinë për të bërë diçka, bëje. Sa herë që ke mundësinë për të folur, fol, mos prit 8 marsin. Për të bërë ato aktet që ndoshta edhe për zonja dhe për gratë janë pak tepërta. Pra e qartë. Nuk mund ta lë jashtë vëmendjes se intervista e pjesën e protestës opozitës, një tjetër proteste madhe që u realizua ditën e premte, ku ju ishit aty natyrisht, çfarë solli ndryshe dhe çfarë duhet bërë ndryshe? Shikoni si da, unë kam theksuar shumë herë që Partia Demokratike duhet të përpiqet të rishpik veten. Jemi në mandatin e 4 në opozit dhe nuk është e thjesht. Nuk është e thjesht për njerëzit, për militantët, ka ndryshuar shumë gjëra, ka ndryshuar shoqëria shqiptare që është larguar, ka ndryshuar shumë të rinjt që ndoshta nuk e shohin më shpresën, shumë shqiptar kanë pikpyetje të madhe për politikën si instrument për të ndryshuar. Dhe unë jam nga ato njerëz që shoh edhe problemin tek vetja, tek gabimet që ne kemi bërë dhe çfarë duhet bëjmë ne për të dalë nga kjo situatë. Po protesta është një mënyrë për të treguar që njerëzit janë aty. Protesta është një mënyrë për të treguar që mlefi qytetar, arroganca, që kundërshtia është aty, që arroganca e qeverisë, sado e madhe që të jetë, sado frikë që të kanë njerëzit, duhet patjetër të ngrihen këmbë. Dhe dje ishte një ditë simbolike, sepse 35 vite mbas rënies së bustit ishte një mesazh për të treguar që sado shtypje të ketë, drita është aty, po duhet ta gjejmë ne forcën të ringrihemi, duhet Partia Demokratike të korrigjoj veten, të përmirësoj, të ndryshoj, të ofroj me të gjitha mënyrat që ka, me të gjithë forcën që ka, një model alternativ qeverisës e njerëzit dhe presin këtë. Po pikërisht pra po në këtë pikë të zhvillimeve që janë, si rishpiket vetja për Partinë Demokratike? Unë kam qenë shumë kritike, dhe ti e di, vazhdoj të jem akoma kritike. Në këtë studio e kam thënë, në platformën partijake kam thënë, shumë e thjesht sot të merresh me Partinë Demokratike. Jam shumë kritike akoma, e them, forumet e Partisë Demokratike, ndoshta edhe për udhëtimin që pata gjatë këtyre 4 viteve. Ndoshta për faktin që besova tek meritokracia në parti dhe nuk mu dha meritokracia, megjithëse një garë brendshme e fitova, vim pas një gare elektorale shumë të vështirë dhe unë e di kush janë problemet që ka Partia Demokratike, po kush është rruga për të ndryshuar ato. Po vetë doktorit ja keni thënë? I kam diskutuar shumë herë me të, e kam diskutuar gjatë fushatës, mbas fushatës, kemi diskutuar probleme të ndryshme. Ndoshta më ka bërë mirë ky rrugtim edhe për ta parë të vërtetën në sy, ka qenë një shkundje për mua. Po kush është rruga? Është rruga që dalim dhe dëgjuajmë me gur dhe vetëm të kritikojmë. Rruga është hajde ta ndryshojmë Partinë Demokratike aty brenda, nuk ka vend tjetër për ta ndryshuar.
asa komode është të bësh kritikën e kritikës, është shumë komode. Është shumë komode edhe të flasësh kundër. Nuk ka asnjë dyshim për këtë. Kolegët e tu e kanë problem këtë, Jorida, jo të gjithë janë dashamirës kur i pyet për ndryshime që duhet bëj Partia Demokratike apo për diçka që... Unë nuk e besoj që ka dikush që thotë që Partia Demokratike sot është 100% në rregull. Përgjigjen me idenë që pse merreni tani me Partinë Demokratike, nuk është koha për të marrë tani, por duhet... Unë besoj gjithmonë është koha për të ndryshuar, po unë besoj që të gjithë kolegët janë në një mendje që hajde ta ndryshojmë Partinë Demokratike nga brenda. Hajde të diskutojmë në forume. Po jo të gjithë e thonë publikisht ndoshta apo jo? Nuk e di, nuk marr përsipër që të flas në emër të kolegëve, por unë di të them që sot ka shumë punë për të bërë. Dhe kjo punë duhet bërë aty brenda në parti në për struktura. Shiko, hasemi edhe në struktura partie, edhe me hezitim, edhe me mungesë besimi, po ne këtë duhet ta thyejmë vetëm me shembullin dhe me forcën e shembullit. Duhet ta thyejmë vetëm me mënyrën se si ne i bëjmë gjërat. Në qoftë se njerëzit e kanë vështirë të na besojnë me fjalë, ne duhet t'ia tregojmë me akte. Duhet patjetër të jemi në lartësinë që na kërkon momenti sot, ashtu siç ndodhi 35 vite më parë. Shumë faleminderit Zona Tabaku për intervistën, shumë informacione në fakt që morëm dhe u vendos theksi tek biznesi, tatimet, goditja, paqja fiskale, por duke mbyllur, pse jo, me kritik konstruktive për Partinë Demokratike? Nuk ka asnjë fushë që mua më tërheq për të folur se sa pjesa ekonomike. Jam ekonomiste në fund të ditës në profesion. Dhe është një angazhim edhe për njerëzit dhe për qytetarët, sepse jemi qenie ekonomike dhe biznesi sot ka nevojë për një mesazh shprese, një mesazh që nuk ka qenë aty dhe që duhet jetë aty. Biznesi ka nevojë për siguri, ka nevojë për qëndrueshmëri, ka nevojë për mbështetje. Dhe jo për diferencime dhe selektivitet. Dhe pikërisht këtu duhet shkoja, shteti është i fortë, ashtu siç e thash pak më parë, kur biznesi është i fortë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Përfundon pjesa e parë e emisionit, nderuar shikues, publicitet qëndroni me ne sepse vetëm pas pak do të jetë një intervistë shumë ndryshe me Imam Ahmet Kalaja.